Disa shpërthime e tronditën kryeqytetin iranian, Teheran, në mëngjes dhe pasdite, pasi avionët luftarak izraelit kryen sulme ajrore që duket se kishin në shënjestër qendrën e qytetit dhe ndërtesa qeveritare. Kjo është dita e 7 e luftës së Izraelit dhe SBA-s ndaj Iranit. Bilanci i viktimave vazhdon të rritet, që nga fillimi i konfliktit një javë më parë, të paktën 1203 persona janë vrarë në Iran. Presidenti amerikan Donald Trump në një postim në rrjetet sociale bëri thirrje për dorëzim të pakushtëzuar të Iranit dhe tha se dëshiron të përfshihet në zgjedhjen e liderit të ardhshëm të vendit, ndërsa Shtëpia e Bardhë theksoi se një dorëzim i tillë mund të ndodhë edhe nëse Irani nuk është në gjendje ta shpallë vetë. Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, hodhi poshtë thirrjet për dorëzim, duke thënë se kjo është një ëndër që mund ta marrin me vete në varr. Që ne të dorëzohemi pa kushte, ata duhet ta marrin këtë ëndër me vete në varr. Ajo për të cilën ne jemi të përkushtuar është e drejta ndërkombëtare, korniza ndërkombëtare dhe parimet për të cilat ata flasin. Ata duhet u përmbahen këtyre parimeve. Ata nuk mund të injorojnë të drejtën e asnjë vendi, përfshirë edhe Iranin. Pezeshkian u kërkoi falje vendeve fqinje për sulmet e Iranit, duke thënë se ato mund të kenë ndodhur për shkak të një keqkuptimi brenda radhave të ushtrisë dhe duke theksuar se tani e tutje ato do të ndalen. Ai po ashtu deklaroi se Irani nuk do të sulmojë vendet fqinje, përveç se nëse sulmet ndaj tij nisen nga territori i tyre. Kjo deklaratë e Pezeshkianit, sipas Trumpit, erdhi vetëm për shkak të sulmit të pamëshirshëm të SBA-s dhe Izraelit. Presidenti amerikan më tej shtoi se Irani është humbësi i lindjes së mesme dhe do të mbetet i tillë për shumë dekada derisa të dorëzohet ose të shembet plotësisht. Trump paralajmëroi për shkallëzim të luftës kundër Iranit, duke thënë se vendi do të goditet shumë rënd për shkak të asaj që ai e cilësoi si sjellje të keqe të Iranit. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi të premten një bisedë telefonike me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, duke shprehur ngushëllime për vrasjen e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe për viktima civile. Sipas dy zyrtarëve të njohur me inteligjencën amerikane, Rusia i ka ofruar Iranit informacione që mund ta ndihmojnë të godas anijet luftarake dhe mjetet e tjera amerikane, gjë që, siç shkroi Associated Press, përbën shenjën e parë të përfshirjes së Moskës në konflikt.